Atëherë ashtu sikur se ishim dëshmitar të gjithë, e filluam seancën për zgjedhjen e presidentit, presidentes në këtë rast, duke parë se nuk ka asnjë iniciativë nga asnjëra nga partitë tjera. Ne vazhduam edhe kësaj radhe me 2 nominime të reja, në këtë rast me 2 aktiviste, gra të denja, veprimtare dhe profesioniste, në mënyrë që të vazhdojmë me zgjedhjen e presidentit edhe të shmangim zgjedhje të reja. E patë se ishim të pranishëm në sallë gjithsej 64 deputat dhe sikur se deklaroi edhe kryetari i Kuvendit, zonja Agjeu, asnjë nga deputetët nuk ka njoftuar për arsye të mungesës në seancë. U pa që zonja Feride Rushiti kishte mbështetjen e deputatëve, faktikisht ajo kishte 63 vota nga deputetët që ishin të pranishëm dhe marrën pjesë në votim, ndërkohë që nuk ishim të pranishëm deputetët tjerë. Pas këtij raundi, siç e vërejtet, u ndërprej seanca edhe është planifikuar që të vazhdojmë nesër në ora 10 dhe unë shfrytëzoj edhe këtë mundësi që t'i ftoj të gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës, pra deputetët tjerë, që të marrin pjesë në seancë dhe të mundsojnë zgjedhjen e presidentes, sepse me aq sa jam në njohuri nuk ka asnjë hezitim në raport me personalitetin dhe figurën e zonjës Rushiti, doktoreshës Feride Rushiti, dhe i ftoj që të bëjmë pjesë e seancës nesër. Zonja Nagavci, pavarësisht që s'keni pas quorum në seancë që të jashtëzakonshme, a e cilësoni ju si vetëvendosje shkelje kushtetuese që keni bërë, po ashtu a prisni nesër në orën 10 në seancën, po ashtu të tjerë nga kryeparlamentarja që do t'ju përgjigjen pozitivisht opozitarën në këtë rast juve në seancë? Për saktësi kemi pas quorum për të filluar seancën e jashtëzakonshme, sepse seanca ftohet me 40 nënshkrime edhe ishim të pranishëm më shumë se 61 deputet për quorumin për të filluar seancën. Sa i përket pyetjes se a presim që nesër të vinë deputetët, sigurisht të bëj thirrje që të marrin pjesë në seancë edhe të shmangim edhe një palë zgjedhje të reja. Tani unë nuk di çfarë kanë shënuar aty ose çfarë raportimi, nuk mund t'jap përgjigje për gjëra që nuk i kam pa fare as kam asnjë të dhënë. Po. Pse hyrët në një proces politike, me qenë se nuk i kishit 80 vota, ashtu siç kërkon kushtetuta dhe gjykata kushtetuese në gjykimin e vitit 2016, dhe pse një procedurë e tillë dhe se është kushtetuese tash, po konsideroni kushtetuese, nuk ishte kushtetuese në 8 mars. Tani për gjitha këto çështje specifike, nga aspekti juridik do t'i merrni përgjigjet me kohë, natyrisht se sipas skenarit të përgatitur për këtë seancë, synimi dhe qëllimi ishte që të zgjidhet presidentja e vendit. Ne filluam një proces të cilin po synojmë ta vazhdojmë nesër, me ftesën që edhe deputetët tjerë të marrin pjesë. E dim se tani do të shohim deri nesër, nuk dua të paragjykoj, pres që të vinë edhe deputetët e partive të tjera. Në lidhje me afatin kushtetues ka pas interpretime të ndryshme, disa kanë interpretuar që afati i fundit është në mesnatën e sëntme, ndërkohë që ka dhe interpretime të tjera që vazhdon nesër, gjithsesi ne kemi filluar këtë procedurë dhe vazhdojmë nesër në ora 10. Zonja Hatixhe Hoxha është një aktiviste e dëshmuar. Ajo më herët ka qenë deputete në 2 legjislatura, pra ka qenë pjesë një partie tjetër politike po ashtu, ndërkohë që prej vitit 2021, sot që po flasim është viti 2026, dhe ajo që është më rëndësishmja është që tash fokusin duhet ta kemi tek zonja Feride Rushiti, e cila tashmë ka marrë 63 vota. Edhe pse kjo është zgjedhje kushtetuese
që gjykata kushtetuese ka treguar në vitin 2014 për rastin e njëjtë. Tani ju përmendet 2 aktgjykime të ndryshme të gjykatës kushtetuese. Të drejtat e deputetëve. Sakt, përmendet 2 aktgjykime të ndryshme, ndërkohë që ata që janë ekspert, dhe më thënë të kësaj fushë, gjithsesi se do t'japin interpretimet të tyre, ne do t'jemi nesër në seancë në orë 10, me qenë se më pyetët, dhe vazhdojmë ju bëjmë ftesë edhe deputetëve të tjerë të marrin pjesë. Për këtë seancë, opozita tha që i ka njoftuar me vonesë dhe është përpjekje e vetëvendosjes si poq e quajtën të vetëvendosjes për të kapur edhe postën e presidentit, ndonse e konsideruar shkelje kushtetuese. Do t'i shterroni 3 raundet që të procedoni apo të krijoni lëndë për gjykatën kushtetuese që të zbaritet procesi? Tani ju bashkë me ne, edhe ju media, sikurse edhe ne deputetët, jeni dëshmitarë që kemi qenë gjatë tërë ditës këtu. Dije që ka qenë koha për përzgjedhjen e presidentit, e dini që kemi bërë propozime të njëpasnjëshme, e dini që kemi pritur që të na ofrohen nënshkrimet e deputetëve në mënyrë që të vazhdohet me procesin e zgjedhjes së presidentit. Përtej kësaj, kemi tërhequr kandidaturat e zëvendës kryeministrit Konjufsa dhe të deputetës Mollhoxha Hoxhaku. Në fakt ata vetë u deklaruan që tërhiqen nga kjo procedurë, që të lënë hapësirë për propozimet e tjera, edhe pas këtij veprimi nuk pat ndonjë propozim tjetër, dhe ajo që ne kemi mundur të bëjmë në këtë pikë është njëjtë sikurse në herën e parë, kur synuam e tentuam në natën e 5 marsit që të zgjedhim presidentin, pra që të bëjmë një zgjidhje, dhe kësaj radhe propozimet tona nuk ishin propozime partijake, por ishin figurat të shuara të shoqërisë civile, gratë të denja që do t'i bënin nder këtij posti, kësaj pozite, dhe e përsëris ftoj nesër opozitën, deputetët që të marrin pjesë në seancë edhe të mbështesin me votë kandidaten për presidente. A keni marrë përcaktimin e të dy kandidatëve që i keni paraqitur, po pyes me që herën e kaluar kur e keni propozuar Murat Jasharin, ka dalë që të keni bërë pa përcaktimin e tij. Formalisht ne nuk kemi propozuar asnjë kandidat pa pëlqimin e tij. Në momentin që ne kemi thirrur seancën e jashtëzakonshme, kemi dorëzuar edhe listën me nënshkrime për 2 kandidatët dhe kemi mbështetur edhe me dokumente tjera, pra gjithçka në aspektin formal, sa i përket aplikimit është në rregull. Dhe kemi pas pëlqimin e 2 kandidatëve, nuk do të mund të hynim në një procedurë të tillë kaq të rëndësishme pa pëlqimin e kandidatëve. Faleminderit shumë të gjithëve, natën e mirë, mirupafshim nesër në ora 10 me ftesën edhe një herë që të jenë këtu edhe deputetët e partive tjera edhe të vazhdojmë me proces. Faleminderit.